Malet shtatlarta mbulohen nga dëbora. Lugina poshtë maleve vesh petkun e Stinës. U i rrjedh nga burime të ftohta për t'i dhënë jetë lumit Drino. Magjia që natyra i ka falur këtij qyteti mistik nuk ka fund. Gjirokastra. Mjaftojnë vetëm disa pamje për të identifikuar lehtësisht qytetin magjik e të gurtë të Gjirokastrës. Zgjodhëm pikërisht Gjirokastrën si destinacionin ton të radhës, pasi ky qytet, edhe pse njihet për trashëgiminë e pasur kulturore kombëtare, mbetet ende një mister i pa eksploruar. Zanafilla e lindjes së Gjirokastrës, sipas të dhënave të deritanishme, daton shumë herët para lindjes së Krishtit. Sipas të dhënave historike e arkeologjike, Gjirokastra ka përshkuar thuajse të njëjtën rrugë zhvillimi të një qyteti evropian, nga antikiteti në mesjet e nga mesjeta në rilindjen europiane. Gjirokastra shtrihet në luginën e Drinos, një nga luginat më të bukura dhe strategjike të vendit. Ndonse me temperatura shumë të ulta, Gjirokastra na priti me petkun e saj të kristalt, që fryn te maleve të zbardhura. Syt këtu shkojnë nga do, e humbasin në çdo copës që shikimi prek. Magjia fillon me ndërtimin e shtëpive karakteristike në zgavrat e këtyre maleve shtatlarta, e përfundon në vijën që ndan qytetin e historisë së lartësisë me atë bashkohor. Prej pikës më të lartë të qytetit, Kalas, kjo ndarje mund të shihet fare qartë. Panorama që ofron i gjithë qyteti është tejet mbreslënse. Qatit e vjetra, pjesa më e madhe të cilave tashmë të restauruara, si edhe shtëpit në formë kullash të larta, të dërgojnë pas në histori.
kur ky qytet u ndërtua, atëherë kur Kalaja ishte streza e Gjirokastritëve të parë, e më pas, jeta u zhvendos më poshtë në mesin e maleve e në Luginë. Kalaja e këtij qyteti është ndërtuar në shekujt e parë para Krishtit. Gjurmët e një muri fortifikues brenda kalas, ndërtuar me bloqe, tregon se ka patur një fortifikim të periudhës pararomake të viteve 168 para erës sonë. Njëra nga dy portat hyrëse të kalas hiezon rrugëve me kaldrëm. Korridori i parë që të mikpret është mjaft unik. Në të dy anët e tij shtrihen topa gjigant, të cilët zgjatohen drejt njëri tjetrit, duke i dhënë këtij korridori një pamje të veshur me misticitetin e kohëve të ershme, kur këto mjete përdoreshin për mbrojtje. Kjo është galeria e topave, është pjesë e Muzeut të Luftës Nacionale Çlirimtare të qytetit. Është një kala shumë e vjetër, po përfitoj nga rasti të them pak historikun e saj shkurt, daton që në shekujt e 4 dhe të 5 para Krishtit, në një kohë kur e gjithë lugina e Drinosit ishte e populluar nga qyteza, nga kala, nga fortifikime, ishin rreth 15 të tilla, kishte qytete të famshme si Adrianopoli dhe Antigonea. Si qendër urbane datohet në mesjet, kur Gjinxhen e Bishi e ndërtoi këtë kala dhe familja e tij princërore ndërtuan këtë kala me pushtimin turk. Kalaja u pushtua pra nga turqit, qyteti ishte ndërtuar brenda kalas. Kronikani Evlia Çelebiu na jep të dhëna që rreth 200 shtëpi ishin të vendosura brenda kalas. E gjithë jeta pra e qytetit zhvilloi brenda mureve të kësaj kalaje. Më vonë, me daljen e qytetit jashtë, filluan të dilnin shtëpitë e para jashtë kalas, si rrjedhimi i zhvillimit të vetjetës dhe i qytetit dhe i banorëve, i numrit të popullsisë së Gjirokastrës, filluan të ndërtoheshin lagjet e para rreth e rrotull kalas. Ecim mëtej. Në udhëtimin ton eksplorues, na shoqërojnë edhe disa miq të vegjël, mjaft interesant. Kjo port i përket muzeut. Brenda kalas ndodhen eksaktësisht 2 muze. Muzeu i qytetit të Gjirokastrës, i cili ishte inauguruar në shtator të 2012-s, dhe Muzeu i Armëve. Çdo hap që hedhim këtu është i mbushur me emocione, e soditja e objekteve të veçanta na mbyll në përqafimin e tyre. Për restaurimin e kalas edhe të këtij muzeu, janë dashur plot 7 vite punë intensive, që ato të ndodhen në gjendjen e sotme. Rrjedhimi është çelësi i shpëtimit të trashëgimisë kulturore të ndërtuar në Gjirokastër.
Pra ne u nisëm për të rjetëzuar, për të shtuar një element të rëndësishëm rjetëzimit kalas. Për të mbritur deri në ditën e muzeut, ishte një histori e gjatë, rreth 5 vjet, kur ne filluam me hidroizolimin e hyrjes në kala, dikur atje duhet hyje me çadër, pra u bë restaurimi i terrasës kalas, u vazhdua me ndriçimin me panele diellore, u vazhdua me interpretimin, pra vendosjen e tabelave për vizitorët që shpjegojnë kalan, u vazhdua me pastrim dhe luftën kundër vegetacionit të dëmshëm e kështu me radhë. Kurse ndërtimi i muzeut, si të themi, ishte faza e fundit, 2 vjet e fundit, kur ne hulumtuam, ngërmuam nëpër arkivat ndryshme të Shqipërisë, takuam njerëz, u konsultuam me institucionet ndryshme, por edhe me personalitetet të fushave të ndryshme, arkeologjisë, kulturës etj. Dhe rezultati është ai që ju keni parë, që në bashkëpunim me Bashkinë, pra ne krijuam një muze që i kushtohet 100% qytetit Gjirokastër, lidhur kjo trashëgimi e qytetit me loginën e lumit Drinës, që historikisht nuk mund të ndahen. E vjojmë udhëtimin ton në Muzeun e Armëve. Pamjet këtu të ofrojnë një tjetër realitet, sigurisht mbreslënës. Në këtë çast ndodhem pikërisht në Muzeun e Armëve, i cili ndodhet në ambientet e brendshme të kalas së qytetit të Gjirokastrës. Është një muze gjigant, puna për të ka filluar pikërisht në vitin 1968 dhe ka përfunduar në vitin 1971. Këtu ka një sër armësh, armaturash pikërisht duke filluar nga periudha e lashtësisë e deri në përfundim të luftës së dytë botërore. Normalisht, ekspozimi i armëve ka dhe një përkim me datat historike dhe brenda këtij kuadri është dhe monumenti që ndodhet pas meje, i cili është ndërtuar rreth viteve 70, ka një histori të veçantë, sepse në këtë periudhë u vendosi në Mauthausen të Austrisë të ndërtohej një muze antifashist ku secili shtet që kishte luftuar kundër fashizmit kishte një simbolik. Në këtë kuadër shteti i atërshëm nëpërmjet Odisej Paskalit që ka bërë këtë vepër u prezantua në Mauthausen me këtë vepër skulpturore. Ka një të veçantë sepse kjo vepër krahas vlerave artistike, sepse është bërë nga Odisej Paskali që mbahet si babai i këtij profesioni, ka dhe një mesazh shumë të fuqishëm. Ideja është që kjo vepër përcjell mesazhin e mposhtjes së ideologjisë, në rastin konkret fashizmit dhe nazizmit, dhe jo vrasjen e njeriut. Dhe në këtë kuptim është shumë aktuale edhe sot si vepër. Pra vlen jeta e njeriut, poshten ideologjitë e gabuara. Punonjësi dhe mirëmbajtësi i këtij muzeu na tregon për origjinën e këtyre armëve. Nëse do futemi në një kronologji historike të evolimit të armatimit të përdorur nga njeriu, që nga antikiteti fillojnë që me armët e epokës së burit, të bronzit, të hekurit, kuptohet pastaj vi me periudhën e mesjetës që janë armët e zjarrit me strall, jo me plumb, pastaj armët e zjarrit me plumb dhe përfundojnë me përfundimin e luftës së dytë botërore që janë armët më të sofistikuara. Në këtë kuptim gjen armatim të rënd, ju e pat në hyrje të kalas janë topat, ndërsa në muze lart është armatimi i lehtë që quhet nga pikpamja ushtarake. Si marka prodhimi, këtu nuk ka asnjë armë të prodhimit shqiptar, kuptohet, nuk prodhon dhe do Shqipëri armë, po gjen armë të prodhimit nga vende ndryshme, kryesisht gjermane, italiane, ka austriake, ka turke, ka greke, ka amerikane, angleze, ruse, pra të gjitha llojet e armëve që janë përdorur nga shqiptarët në luftën e dytë botërore si rezultati i trofeve që janë kapur. Muzeu i Armëve arrin një numër rekord vizitorësh dhe kjo është mjaft evidente në librin e përshtypjeve, ku çdo kush që hyn në këtë muze mund të lërë shënim mbresat personale gjatë udhëtimit nëpër të. Muzeu është i hapur
çdo ditë dhe nuk ka pushim as të shtunë as të diel. Është i hapur. Lidhur me frekuentimin, nëse do të bëja një klasifikim do të ishte i tillë trash që ka vizitor perëndimor, ka vizitor nga lindja, ka vizitor vendas nga Shqipëria, ka vizitor shqiptar nga Kosova dhe me veçanta që ka dhe vizitor emigrantë shqiptar që kthehen dhe vizitojnë Kalan. Nëse do të më kërkoni një lloj përshtypje të vlerësimit që bëjnë vizitorët, vlerësime maksimale ka nga të gjithë, por shumë e veçantë është vlerësim nga shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë. Ndoshta ka të bëjmë edhe me logjikën e ndjenjës kombëtare, e tjera të kësaj natyre, pa ata janë shumë të vëmendshëm dhe shumë të veçantë në vlerësimin e muzeut. Mbase dhe ata s'kan filluar të ndërtojnë këto institucione tani dhe i shikojnë me kërshëri këto lloj institucione që kemi ne. Historia në rikthen sërish pas në kohë. Janë pikërisht burgjet dhe dhomat e izolimit të kohës së mbretit Zog dhe mbi shkrimet interesante të burgosurve të asaj kohe që na bëjnë të reflektojmë e të përjetojmë ndoshta të njëjtat emocione që janë derdhur brenda këtyre mureve të ftohta e të errta. Në këtë çast ndodhemi pikërisht në burgun që ndodhet brenda mureve të Kalasë Gjirokastrës. Është një pavion shumë interesant, duhet thënë. Ka shërbyer në fakt gjatë luftës së dytë botërore dhe ka përfunduar, mata në mos gaboj, në vitin 1968, kur me një vendim të posaçëm të qeverisë, me që në Gjirokastër në Kala do të zhvilloheshin festivalet folklorike, kaloi si një pavion i veçantë i muzeut të Gjirokastrës, të armëve. Dakor, në fakt ne do të shkojmë tani të shohim një pjesë shumë interesante të burgut, janë pikërisht birusa të quajtura, ose dhomat e izolimit. Janë totalisht e errta në fakt, por janë shumë interesante. Na ndiqni në udhtim tonin. Okej, atëre manda në këtë moment do të pikërisht në një nga këto dhomat e izolimit. Mund na shpjegosh diçka se si trajtoheshin burgosurit pikërisht në këto dhoma?
Këtu jemi në qelit e torturave të burgosurve, janë 2-3 qelit vogla si që i pam, por me një sistem të posaçëm torturash. Një lloj torture që edhe futja e këmbëve të burgosurve në ujë, që e ndërtuar një sistem i posaçëm hidraulik. Këtu mund të shikojmë edhe një vrim, ku sipas mënyrës kohës që ata donin të torturonin të burgosurit, të mbushnin qelin me ujë të ftohtë. Nëse do ta shikojmë, kemi një disnivel me korridorin kryesor, të burgosurit mbaheshin në ujë të ftohtë në dimër, mendojeni vetë se çfarë torture apo tmerri ishte. Dakor, diçka lidhje me mbishkrimet në përdhomat e të burgosurve, ja, është diçka shumë interesante, besoj. Ishin mbishkrime nga vetë burgosurit, një komunikim mes tyre dhe rojeve, si ka qenë? Të mbishkrimet kanë qenë një pjesë e tyre, pjesa më e madhe e tyre janë mbishkrime origjinale, thjesht ne jemi munduar, ose gjatë kohës, punonjësit janë munduar që t'i ruajnë në gjendjen e tyre siç kanë qenë. Pjesët e tjera janë të dhëna që jepen për të burgosurit, ose janë vendosur buste siç pam bustin e heroit të popullit Lefter Talo. Mesazhet që përcjellin këto qoftë ndaj të gardianëve të burgut, ose qoftë për njëri tjetrin, për t'i dhënë zëmër njëri tjetrit, për të treguar urrëtie ndaj okupatorit, gardianit, fashistit në përgjithësi, përdoreshin pra si një mjet shpirtëror i të burgosurve. Janë të dhëna shumë të vlefshme për konceptin, për mendësinë, për urrëtien e tyre, për ato çfarë ndjenin, për gjendjen e vështirë. Na japin dhëna shumë të rëndësishme. Dakor, sa qeli janë në total, le të themi? Jemi kurioztar të dim sa qeli dhe sa dhoma ndoshta izolimi, ka pas të burgosur kryesisht edhe femra me sa diun, kanë qenë grapra me fëmijë? Po, ky është ndërtuar si burg në vitin 1930, ka funksionuar gjatë kohës së Zogut, gjatë luftës parë gjatë luftës së dytë botërore, dhe ka vazhduar si burg deri në vitin 1968. Po kryesisht gjatë luftës së dytë botërore, tu burgoseshin njerëz, qoftë edhe njerëz të zakonshëm, siç ishin urdhrat e luftës, ka pasur jo vetëm patriot, por edhe gra dhe nëna me fëmijë që janë burgosur këtu. Në këtë burg kanë qenë edhe 2 heroinat e popullit, Bule Naipi dhe Persefoni Kokdhima, të cilat më vonë u varën në sheshin e qytetit. Ka pasur personazhe dhe heroin me emër që i kemi dëgjuar, që kanë qenë që janë mbajtur në këtë burg. Dua t'ju tregoj edhe një histori të bukur. Unë, kur kam ardhur këtu, kam mësuar, domethënë, që burgu quhej edhe burgu i 7 penxhereve, sepse jo se ka 7 qeli, ka shumë qeli, ju e pat që është një burg i madh, një pjesë e ti kanë qenë zyrat, pastaj pjesa tjetër kanë qenë qeli, por sepse gardiani dilte çdo mëngjes edhe me një shufër metalike kontrollonte dritaret, ato ishin 7, edhe lëshonin një zhurmë të tmerrshme dhe banorët ishin mësuar që në orën 5 të mëngjesit dëgjonin të zhurmë dhe kuptonin që 7 goditje. Dëgjonin zhurmën shurdhuese të metalit që kontrollonte gardianit që kontrollonte dritaret, sa mos burgosurit ishin aratisur. Përballë kalas shihen 7 penxhere dhe quhej burgu i 7 penxhereve, por ka pasur më tepër qeli. E lëm pas historinë e dhimbshme të burgjeve, duke e vijuar shëtitjen tonë në pjesën e jashtme të Kalas, diku rreth qendrës së saj,
ndodhet skena e improvizuar ku janë zhvilluar mjaft aktivitete kulturore e artistike, përmendim këtu edhe festivalin kombëtar folklorik. Gjirokastra ime, fjala mjal të këngës, ku dhe guri fleto moj, me juhën e zëmrës, me juhën e zëmrës, me juhën e xhamit, Ka shumë për të thënë për Kalan e Gjirokastrës. Edhe ne nuk kemi thënë pothuajse asgjë, kemi thënë gjërat më të spikatura, momentet më të spikatura. Është një objekt i gjithë për të rizbuluar, për të folur, për të bërë kërkime shkencore. Siç e thatë edhe ju, Kala e Gjirokastrës është fiks qendra e qytetit, qoftë në kuptimin gjeografik, sepse është qendra që si pikë referimi për pikat e tjera, por është qendra e qytetit sepse këtu vazhdimisht janë zhvilluar edhe aktivitete të ndryshme në nivel lokal, por edhe në nivel kombëtar. Dhe siç e dim gjithë, aktiviteti më i spikatur është festivali folklorik kombëtar që zhvillohet çdo 4 vjet në skenën e festivalit të Gjirokastrës. Unë mendoj që jo rastësisht është zgjedhur Kalaja e Gjirokastrës. Ju e pat është një kala shumë e madhe, do kohë të eksplorohet. Ka një trashëgimi të pasur historike, qyteti ka tradita, ka kulturë, i ka gjithë elementet e dur për të zhvilluar kjo fest kaq e madhe e folklorit shqiptar. Përveç kësaj, në Kalan e Gjirokastrës janë zhvilluar dhe aktivitetet të tjera në nivel lokal, por edhe me pjesëmarrjen e artistëve të famshëm shqiptar. Për shembull, këtu ka performuar In Vamula ose Tedi Papavrami, trupa të tjera artistike, simfonike e plot aktivitete të tjera të rëndësishme. Ka Shqipëria, as bota e tërë, o pike floririt, mi malin e gjërë, sot me sërin tim, mirë mira zëra. Prej majës së Kalas, shihen mjaft qartë pazari i vjetër, si edhe rrugët me kaldrëm të qytetit, ndërsa pak më poshtë historia ndërpritet. Aty vijojnë ndërtimet e reja të viteve të fundit, të cilat në fakt nuk kanë ndërhyrë në pjesën e trashëgimisë kulturore, duke ruajtur kështu vlerat e mëdha që Gjirokastra ka. E veçanta e qytetit Gjirokastrës është se shtrihet në mal, në një faqe mali edhe zbret poshtë deri në luginën e lumit Drino. Kalaja e qytetit është objekti më i madh i kulturës në qytet, po së bashku nuk është e vetme, së bashku me muzeun, me pazarin karakteristik që është cilësuar nga ekspertët si një muze i gjallë në natyrë, së bashku me shtëpitë e banimit që janë tipike për strukturën e tyre, për funksionin, për arkitekturën, dhe me objektet e kultit i japin pamjen qytetit. Dhe duke u shtrirë në një faqe mali, Gjirokastra nuk është ndërtuar në një ditë, ajo është ndërtuar gjatë shekujve. Unë ju thash që Gjirokastra ishte në fillim, qyteti ishte në mesjet brenda Kalas, kishte rreth 200 shtëpi, më vonë u përhap rreth e rrotull Kalas kryesisht dhe pastaj më gjerë. Por qyteti është i ndarë qartësisht në dy zona banimi, në zonën e re dhe në zonën muzeale të qytetit ose në qendrën historike të qytetit. Zona e re është zhvilluar shumë më vonë, është zhvilluar kryesisht gjatë periudhës së kaluar, edhe shtrihet deri poshtë, ndërtimet janë të reja, nuk janë të stilit të vjetër. Pazari i Gjirokastrës është një tjetër element atraktiv për të gjithë vizitorët dhe turistët shqiptar, por edhe të huaj. Pazari është ndërtuar sipas modelit ndërtimor otoman. Pazari i sotëm njihet si Lagja Varosh.
Pazari i ri është ndërtuar në shekullin e 19 pas djegës së pazarit të vjetër. Ai tashmë shërben si një vend ku biznesmen të ndryshëm ofrojnë larmi produktesh të kohës, por edhe të hershme. O pike floririt, mi malin e qëra, sot me zërin tim, mire mira sëra, po the Gjirokastra, I ke thënë të tëra. Pazari është ndërtuar nga 5 rrugë të cilat kryqëzohen në një qendër të vetme, që quhet Qendra e qytetit. Është ndërtuar në shekullin e 19 pas rënies së një zjarri në pazarin e vjetër. Është ndërtuar sipas stilit të asaj kohe, në radhë dyqanesh që shtrihen varg njëra pas tjetrës dhe që ndahen me rrugica të ngushta të shtruara me kaldrëm. Në pazar kemi ndërhyrje të reja gjatë fillimit të shekullit. Element të rinj perëndimor filluan të hynin në Shqipëri, si kudo. Kemi ndërhyrje, kemi element të arkitekturës italiane në pazar, por që ato rinë aq bukur me ndërtimet ekzistuese, janë harmonike, janë shumë bukura dhe plotësojnë një kuadër mjaft të bukur të pazarit. Gjithashtu shtëpitë karakteristike, unë ju thash, ato janë të tipit cool, janë tepër të veçanta, qoftë nga brenda, por qoftë edhe në pamjen e jashtme. Japin një pamje shumë të bukur qyteti, shumë të veçantë, që nuk e gjen askund tjetër në Shqipëri. Në bazë të karakteristikave të saj, Kalaja e Gjirokastrës ka shërbyer si një qendër ushtarake, rezidencë, si edhe një qendër tregëtare dhe fetare. Formën përfundimtare, Kalaja e mori gjatë viteve 1810-1820, kur Ali Pash Tepelena përfundoi të gjitha punimet fortifikuese e ndërtimore. Kalaja e Gjirokastrës është jo vetëm një nga kështjellat më të mëdha të Ballkanit Juglindor, por gjithashtu është një arkiv I gurt që ofron një larmi stilesh dhe kontributesh të epokave të ndryshme, romako-bizantine, shqiptare dhe osmane. Largohemi nga Kalaja për të vizituar një tjetër oazë historik e kulturor. Ai është Muzeu Etnografik, ku gjendet edhe shtëpia e ish liderit komunist Enver Hoxha. Kjo shtëpi zgjigande është një pasqyrim I shtëpive të vjetra karakteristike të gjirokastritëve. Muzeu etnografik në rrethin e Gjirokastrës është hapur në vitin 1983. Fillecat e muzeut nuk kanë qenë në këtë banesë.
ka qenë tek banesa e Skëndullave, një banesë e vjetër e qytetit të Gjirokastrës. Mbas vitit 1991, mbasi ajo banesë u mor nga pronarët e vet dhe në këtë shtëpi që ka qenë Muzeu i Luftës për ish qarkun e Gjirokastrës, ne ngritëm, mbasi u mbyll si muze lufte, ne ngritëm këtë muzeun etnografik të rrethit të Gjirokastrës. Në këtë muze etnografik ne kemi shumë objekte të pasqyruara, janë objekte prej druri, kemi objekte prej leshi, kemi kostume, pjesë kostumesh, dhe të gjitha këto së bashku tregojnë atë traditën me dorë që shpunua në rrethin e Gjirokastrës. Plus kësaj, në çdo ambient të kësaj të shtëpie, ne kemi të pasqyruar dhe një aspekt të jetës së përditshme të atyre familjeve të vjetra gjirokastrite. Kështu që në fund të vizitës, të gjithë vizitorët krijojnë edhe një ide të saktë mbi mënyrën e jetesës së familjeve të vjetra gjirokastrite. Kjo është dhoma e ish udhëheqësit Hoxha. Ajo dhomë është një dhomë e vogël dhe ndodhet në katin e parë të shtëpisë. Ajo është një dhomë dimri dhe ne në Gjirokastër atë e quajmë pat. Pat, dhomë dimri, sepse edhe në katin ku jemi kemi dhomë dimri, po quhet dimërore nga fjala dimër, kurse ajo quhet pat. Dhe atë dhomë nga viti 1966 deri në vitin 1991 ne kemi shpjeguar si dhoma ku ka lindur Enver Hoxha. Në atë dhomë ne kemi dhe disponojmë disa objekte origjinale të familjes, për atë moment që në objekte origjinale, edhe sot janë po të tilla, por luajnë edhe funksionin e objekteve etnografike në muzeun etnografik. Muzeu etnografik është gjithashtu një vend qëndrimi zakonshëm për të gjithë vizitorët që vijnë për herë të parë në qytetin e Gjirokastrës. Kureshtja dhe mahnitja janë dy pjesë të pandara të çdo vizitori që sot ditë këto objekte, kostume e arkitekturë të mrekullueshme. Këtu çdo objekt të bën të imagjinosh personazhet që kanë jetuar në këto dhoma. Dua të theksoj një gjë që të gjitha gujtat, në të gjitha gjuhët që janë të përkthyera, përmbajnë, janë shkruhet Muzeu Etnografik Shtëpia ku ka lindur Enver Hoxha. Kështu që pyetja e parë që unë dëgjoj nga të huajt është, a është shtëpia ku ka lindur Enver Hoxha? Dhe mbasi fillohet shpjegimi i muzeut, ka nga ata që janë shumë të interesuar dhe duan shumë për jetën, dhe unë këtu te kjo dhomë mund të ul grupet e tëra dhe mund të flas me gjysmë orë, një orë për sa dhe si janë ata të interesuar për jetën dhe veprën e Enver Hoxhës, për të mirat dhe për të këqijat e tij. Por ka edhe nga ata që mund të kenë lexuar dhe din shumë shumë, siç e kanë shprehur edhe vet. Njëri erdhi dhe më tha, unë nuk dua të dëgjoj për jetën dhe veprën e tij sepse moj zonjë mund të di edhe më shumë nga ti. Kjo nuk ishte unë se mund ta merja se mund ta ofendohesha për këtë, sepse do të thotë sepse ne mund të kemi lexuar më shumë se ata që vinë, por ka që janë shumë të interesuar, ka dhe nga ata që se njohin fare. Kur ju thua për shembull që shtëpia ku ka lindur Enver Hoxha, ngelen të habitur. Por pyetja e parë është, a është shtëpia ku ka lindur Enver Hoxha? Dhe pastaj thash është interesi tyre, duhet apo s'duhet t'ju flasësh. E kuptoj. Nga shqiptarët kryesisht dhe nëse mund themi pjesët e vitit që ka më shumë frekuentues. Ne fillojmë vizitat këto vitet e fundit, kam filluar që në prill, domethënë aty fillojnë dhe deri në tetor fillojnë. Vizitorë kemi nga të gjitha vendet. Këto 2 vitet e fundit kemi patur shumë polak me grupe të mëdha. Kemi gjerman, kemi goxha, kemi anglez, amerikan, turist privat, po kështu kemi dhe kosovar. Edhe kosovarët janë të interesuar, thash, ka kështu, ka edhe kështu, domethënë, ka që duan të dinë, ka që edhe nuk duan të dinë për jetën dhe veprën e Enver Hoxhës. Okej, si mirëmbahet kjo shtëpi? Domethënë, është vendosur, është vënë dorë le të themi gjatë viteve të fundit dhe sot mund të themi që është në gjendje të mirë. Apo jo? Ne për momentin edhe jemi varur domethënë gjithmonë nga bashkia, nga pushteti lokal. Kjo pati shumë dëmtime në vitin 1997, mbas tritolit që u fu.
u dhanë 2 fonde, 2 investime, pati riparime dhe sot është në këtë gjendje që unë nuk jam e kënaqur për veten time për këtë gjendje që është, sepse kam punuar edhe në atë periudhë, kam punuar edhe në këtë periudhë, dhe më vjen keq, më vjen shumë keq kur më vinë vizitor që e kanë parë në atë periudhë dhe e shikojnë edhe sot dhe unë ndjehem keq kur ata më flasin me keqardhje për muzeun sot. Çfarë doni që të ndryshon, do të ishte? Të ndryshojë e para është që do një rekonstruksion të përgjithshëm, që nga çatia, që nga tavanet, dyshim edhe ato që janë të dëmtuara, plus kësaj do një konceptim të ri, një muze bashkëkohor. Gjirokastra njihet për shtëpitë karakteristike, 200 vjeçare e madje edhe më të vjetra. Disa nga shtëpitë më popullore në këtë qytet janë shtëpia e Zekatëve, shtëpia e Babametove 1 dhe 2, shtëpia e shkrimtarit të mirënjohur Ismail Kadare, shtëpia e Ficove e të tjerë. Ne u ndalëm fillimisht në shtëpinë e Zekatëve. Këto shtëpi janë thjesht mistike. Arkitektura e tyre dhe mënyra se si janë ndërtuar ngjan me shtëpitë e klasës më të lartë të shoqërisë, borgjezëve dhe aristokratëve, ku era përkund në kujtime çdo copës të historisë së kësaj shtëpie. E zoti i saj është po aq shtat lart dhe i fortë sa vetë kjo kull gjigande. Shtëpia është ndërtuar në 1810. Do me thënë rreth 200 vjeç shtëpi. Gjendja e saj sot është në gjendje të mirë. Ne kemi të pajisur, me ato që kemi pasur mundësi, shteti dhe ajo organizata që është këtu në Gjirokastër pa kati, kanë rregulluar qatin, dhe gjendja është normale, është e mirë. Okej, banohet kjo shtëpi? Jo, kjo është vetëm për vizitorët. Vizitorët, le themi sa frekuentohet nga dita në ditë? Pak. Vetëm në stilin e beharit, se tani në dimër nuk vjen njeri. Po mirë, çfarë ju ofrojë vizitorëve këtu kur vjen? Pjesën përtoj një diçka, kemi dhe një kartë palosje, ja u hapin, që tregon ajo, tregon dhe historinë e shtëpisë. Kjo shtëpi sot funksionon vetëm si qendër turistike, kryesisht për turistët e huaj. Për këto shtëpi të vjetra, kujdeset e Drejtoria e Monumenteve të Kulturës në qytetin e Gjirokastrës, e cila ka në planet e saj edhe disa projekte të ardhshme mjaft interesante, të cilat synojnë restaurimin e një pjese tjetër të asaj që hyn në trashëgimin kulturore të qytetit. Për këtë projekteve, qeveria shqiptare për vitin 2012 investojnë në 3 banesa, u bë një restaurim pjesorit tyre, që është banesa Fico, banesa Kokobobo dhe banesa Çuberi. 2 nga këto banesa, banesa Fico dhe banesa Çuberi ishin banesa monument kategorisë së parë, ndërsa banesa Kokobobo është banesë kategoria 2. Punimet kanë pak që kanë mbaruar, unë të themi kanë rreth 2 muaj që kanë mbaruar punimet. Dhe mund të themi që këto shtëpi janë kthyer pak a shumë me një punë të themi të mirë, janë kthyer disi vlerat e tyre që kishin, sepse avash këto vlera po humbisnin. Gjithashtu ne për vitin 2013 kemi hartuar disa projekte të cilat presin miratimin në instancat përkatëse në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, gjithashtu në Institutin e Monumentet të Kulturës në Tiranë. Disa prej tyre janë të miratuara dhe disa të tjera presin miratim.
dhe presim që edhe vitin tjetër do të restaurojmë 3 ose 4 shtëpi me investimet e qeverisë shqiptare. Për shtëpinë e Zekatëve janë kujdesur edhe historianët e restauruesit shqiptar, por jo vetëm. Ka një inerci problematike këtë mes që restaurimi është i shkëputur nga rihetëzimi. Ajo që kemi këtu është ajo që jemi përpjekur të bëjmë ne si organizatë. Në shtëpinë e Zekatëve për shembull, që është një nga shtëpitë monumentale më në evidencë, më të dukshme, ku karakteri mbrojtës i kullës gjirokastrit është më i dukshëm, ne kemi punuar jo thjesht për të restauruar dhe për të shpëtuar nga rreziku i shëmbjes. Kjo ishte situata deri para 2005-s, por për ta rihetëzuar. Do të thotë, është hapur ajo shtëpi, dhe natyrisht kemi pasur bashkëpunim me familjen, me institucionet shtetërore, po edhe me familjen. Familja ka pranuar të hapi shtëpinë dhe e përdor si atraksion turistik ku vizitorët shohin arkitekturën gjirokastrite, jo nga jashtë, por dhe nga brenda, por dhe diçka kuptojnë nga mënyra se si jetohesh. Ne kemi botuar edhe një broshurë të vogël për atë shtëpi, për traditat që ruhen, që materializohen në atë shtëpi. E përmendja shtëpinë e Zekatëve si një nga shembujt e rihetëzimit, jo thjesht restaurim dhe braktisje, por restaurim me qëllim rihetëzimi. Pra, që kur niset restaurimi, mendohet se çfarë do të përdoret banesa. Dhe kemi arritur sot që shtëpia e Zekatëve nëpërmjet intervistave me turistët ne kemi kuptuar që shtëpia e Zekatëve është monumenti i tretë më i vizituar në Gjirokastër pas Kalas dhe Pazarit. Restaurimet më të fundit janë të 2 shtëpive Baba Meto, njëra ka përfunduar ku ne po zhvillojmë më tej aktivitetin në mbështetjen e artizanatit vendas, kurse ndërtesa tjetër, Baba Meto numër 1, që është më e madhja, mendohet që do të përfundojë restaurimi mbas disa muajsh dhe aty do të krijojmë një qendër për trashëgiminë dhe kulturën. Një vizitë e rezervuam edhe për shtëpinë e shkrimtarit Ismail Kadare. Fatkesi, shtëpia e Kadares nuk u rihetëzu. Shtëpia e Kadares mund të shkote bashkë me sokakun e të marrë qita. Ne pam dhe ajo në fakt ka shumë probleme. Ka shumë probleme dhe shtëpia e Kadares ka vite që meti e pa përfunduar. Nëse ju keni hyrë, arsyeja është ka një problem shumë të vogël pronësie aty. Parat janë nga shteti shqiptar, por i problem pronësie i mor këtu apo i mor atje ka ngel e bllokuar dhe s'përfundon të restaurimi. Restaurimi do të ishte një hap i parë për të krijuar një qendër Kadare. Dhe Kadareja është një vlerë shumë e madhe turistike për Shqipërinë. Është një emër që njihet kudo në botë, njihet për mirë. Ne shqiptarët kur do herë njihemi për mirë në momentet që flasim për fat keq, me ose pa drejt. Dhe për qytetin e Gjirokastrit domos Kadareja është një vlerë e madhe, të kesh një librari, një muze Kadare atje, mund bësh shumë gjëra pra, duke u nisur, duke u mbështetur te arkitektura e mrekullueshme që ka shtëpia dhe gjithë lagja, po them. Me shtëpinë e Zëdit Kadare, shkrimtarit të njohur, le themi është restauruar, është në pozicion në gjendje të mirë? Shtëpia është restauruar, një pjesë e parë e projektit është marruar, sepse është akoma do të vazhdojë restaurimi i banesës, që pritet që vitin tjetër të vazhdojë duke pasur këto rregullat, këto çfarë instancat përkatëse çfarë duhet të ndjekin që të vazhdojë restaurimi i banesës, po është projekt i miratuar dhe pritet që të mbaroj tërësisht restaurimi, sepse një pjesë e banesës është restauruar. Rrugët dhe lagjet me kaldrëm të Gjirokastrës janë një tjetër pasuri e madhe mjaft karakteristike e historisë së qytetit. Ato kanë bërë mira turist kureshtar. Këto rrugë janë gjithashtu edhe objekt trajtimi nga arkeologë e historia shqiptar e të huaj, të cilët kanë filluar të ndërhyjnë për t'i mirëmbajtur ato.
3 elementët kryesor të trashëgimisë kulturore në Gjirokastër, që janë më të interesante dhe për të vizituar apo për të zhvilluar si atraksione turistike, janë kalaja, e përmendëm, shtëpitë monumentale, përmendëm disa raste, pazari, por edhe lagjet rezidenciale. Bile dikush këto zonat rezidenciale ku jetojnë banorët sokakët i quhen vlera më e madhe që ka Gjirokastra. Është një diskutim që nofta nuk mbaron kur, por përpiqem ta them shkurtimisht, ata që mbështesin këtë ide thonë që kala ka kudo në Ballkan. Pazaret vjetra mesjetare ka po ashtu kudo. Kurse lagjet të ruajtura, rezidencat të ruajtura në blok, janë rreth 600 ndërtime historike në Gjirokastër, nuk ka kudo sot. Pra kjo është vlera më e madhe që ka Gjirokastra për sa i përket traditave ndërtimit në nivel ballkanik dhe nofta më gjerë. Për fat keq që vlerësimi për këto lagje, dhe unë e vlerësoj shumë që ju e keni kap këtë aspekt, nuk ka qenë në shkallën e dur, dhe unë besoj që më shumë duhet punuar në këtë pikë për të bërë një ndryshim të dukshëm në të gjithë Gjirokastrën. Gjirokastra është e madhe, nofta nuk është e mundur, por mund të bëhet një zonë pilot, po le të themi lagja Palortoj, që është lagja nofta më e dëgjuar dhe që është afër qendrës dhe që mund të bëhet një atraksion turistik në vete, duke bërë një ndërhyrje, si më thënë, një ndërhyrje tërësore, duke parë gjithë elementet, ndriçimin, furnizimin me ujë, kaldrëmet, rregullimin e fasadave e kështu me radhë. Lagjet më të vjetra të qytetit janë Pazari i Ri, Palorto Varosh, Meçite, Dunavat, Malanat, Çfak, Pllake, Palorto, Hazmurat. Këto janë zona të ruajtura mirë dhe kanë ndërtesa me arkitekturë karakteristike me shumë dritare, të ndërtuara me gur, rrugica të ngushta të ndërtuara me kaldrëm dhe objekte fetare. Këto lagje janë të lidhura me pazarin dhe kalan e qytetit. Në rrugët që lidhin shtëpitë e ish diktatorit Enver Hoxha dhe shkrimtarit Ismail Kadere, ndodhet jashtë quajturi Sokaku i të Marrëve, i cili sipas legjendës besohet se ka marrë emrin të tillë prej disa burrave që estnin gjithnjë të dehur në rrugën e Tatpjet. Këto lagje janë gjithashtu një burim atraktiv i turizmit kulturor në këtë vend, ndërkohë historianët, restauruesit dhe arkeologët do të vijojnë punën e tyre për të mirëmbajtur çdo aspekt të kësaj trashëgimie kulturore në Gjirokastër. Historiani Sadi Petrella na tregon se në projektet e ardhshme të grupit me të cilin ai punon, do të përfshihet edhe vetë komuniteti i qytetit. Ne në të 2-3 vjetët e fundit jemi përpjekur që Gjirokastra dhe Beratën të shohim së bashku. Për shumë arsye, ngjashmëri arkitektonike, distanca që po shkurtohen gjithnjë më shumë, fakti që po të punojnë bashkë, mund të punojnë më fuqishëm për të ngritur fonde e kështu me radhë, apo për të lobuar për probleme specifike që kanë këto qytete, por edhe për faktin që janë në UNESCO në të njëjtin vend, si më thënë. Berati u shtua Gjirokastrës një periudhë më vonë. Gjirokastra u pranon 2005, më pas u shtua edhe Berati. Pra, në të dyja këto ne po përpiqemi ta përqendrojmë punën tonë tashmë edhe te komuniteti lokal. Dhe këto kemi 2 projekte që të financuar nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian. Njëri përfundon shumë shpejt, tjetri përfundon në mes të vitit të ardhshëm, që synojnë të sjellin në vëmendjen e qytetarëve, në vëmendjen e vendimarrësve lokal, rregullat e standardet europiane në këtë pikë. E para kjo, e dyta është që të tërheqin aktivizimin e tyre të vetëdijshëm për t'i mbrojtur dhe për t'i ruajtur dhe për t'i përjetësuar këto vlera, duke i përdorur si bazë zhvillimi, por edhe si bazë demokracie. Që të përmend një shembull në projektin, një nga këto projekte europiane që përmend, është projekti Revato, që ka të bëjë me rrjedhimin e qyteteve historike të Beratit dhe Gjirokastrës. Ne në të dyja qytetet, duke u nisur nga financimi që kishim nga Bashkimi Evropian, bëm një financim fillestar për restaurimin e çative dhe ftuam qytetarët për bashkëfinancime. Dhe qytetarët morën pjesë në 2 nivele. Niveli i parë ishte për të përcaktuar çatit që kishin përparësi për të restauruar, kurse niveli i dytë i bisedës, i diskutimit me ta ishte për bashkëfinancime nga natyre. Dhe arritëm që ta ngrem fondin fillestar nga Bashkimi Evropian nga shuma fillestare në plus 20 deri 30%. Kjo tregon që edhe shoqëria civile dhe qytetarët kanë rezerva, po duhet gjetur mënyra se si ata të aktivizohen dhe jo thjesht presin nga shteti apo nga UNESCO. Ka një nivel shumë të ulët edukimit dhe ndërgjegjësimit e njerëzit, kur mendojnë se shteti duhet merret patjetër me shtëpitë e tyre,
ekskluzivisht, dhe një pjesë e kësaj përgjegjësie me pranimin UNESCO ju delegua UNESCO-s padrejtisht. Mirëmbajtja e kësaj trashëgimie kulturore është pjesë e detyrave të shtëpisë të shtetit shqiptar, nuk është pjesë e detyrave të UNESCO-s. UNESCO thjesht certifikon vlera dhe monitoron ruajtjen e tyre. Nëse do të shihnim ulje ngritje të qytetit të Gjirokastrës, rënimin dhe rindërtimin e saj në aspektin ekonomik, ka mjaft për të thënë. Gjirokastra në këto 20 vite të tranzicionit, 22 vite të tranzicionit, ka pësuar disa trauma dhe fraktura të cilat kanë ndikuar ndjeshëm në ekonominë e saj. Vitet 96-97 ishin vite shumë të rënda për qytetin e Gjirokastrës, sepse ato e deformuan ekonominë e qytetit, një pjesë e kapitaleve për shkak të ngjarjeve u zhvendosën nga Gjirokastra në qytete tjera më larg vijës kufitare, më larg doganës së Kakavijes, por dhe për shkak të ngjarjeve që ndodhen në rajonin jugor të Shqipërisë. Pas viteve 97, diku nga vitet 2005, për shkak edhe të pranimit të qytetit si pasuri e trashëgimisë kulturore botërore në UNESCO, është rikthyer besimi se në Gjirokastër mund të jetohet dhe ekonomia mund të lulëzojë. Aktualisht turizmi është tani dega kryesore e ekonomisë në qytetin e Gjirokastrës. Pa anashkaluar dhe problemet e tjera që janë nga emigracioni, papunësin e cila relativisht shumë e lartë në raport dhe me pjesën tjetër të popullsisë dhe të vendeve të tjera të Shqipërisë, për shkak dhe të mungesës së infrastrukturës që e lidh qytetin e Gjirokastrës me kryeqendrën e Shqipërisë Tiranën, njëkohësisht edhe për shkak të braktisjes së rajonit jugor të Shqipërisë nga një pjesë konsiderueshme e popullatës. Më lejoni të them që në rajonin jugor të Shqipërisë kemi rreth 30% të popullatës që është vendosur ka ikur nga ky rajon për në vende të tjera, qoftë në emigracion, por pse jo dhe në Tiranë, Durrës apo vende të tjera ku tregu është më i madh. Në vitin 2005 me pranimin e qytetit pasuri e trashëgimisë kulturore botërore në UNESCO, zhvillimi ekonomik i qytetit u fokusua tek turizmi, madje dhe bashkia e qytetit e cilësoi këtë si një nga prioritetet kryesore të zhvillimit të qytetit Gjirokastrës. Nëse mund të jetoj Gjirokastra nga kjo periudhë dhe tutje, do të jetoj me turizmin duke vënë në funksionim të gjithë aksesorët përkatës së saj. Gjithë industrinë të agrobiznesit, e cila mund të jetë në funksion të turizmit, të kulinarisë bio të qytetit Gjirokastrës, të prodhimeve të konfeksioneve në funksion të turizmit, të zhvillimit të hotelerisë, të zhvillimit të restoranteve, të zhvillimit të guidave dhe të promocionit turistik, të agjensive turistike, të një sistemi mjaft të gjerë muzeumesh, të cilat duhet të bëhen atraktive dhe të hyjnë në rrjetin e muzeumeve, pse jo të Ballkanit dhe të Europës, kësaj kjo do të jetë dhe prurja më e rëndësishme për ekonominë e qytetit Gjirokastrës. Rikthimi i biznesit në pazarin karakteristik është shenja më e sigurt që ekonomia ka nisur të rigjallërohet. Aktualisht burimi kryesor i të ardhurave për gjirokastritët është turizmi i përgjithshëm, si dhe turizmi familjar. Bashkia e qytetit ka hequr taksa për biznesin për të lejuar kështu lëlezimin e mëtejshëm të turizmit në këtë qytet. Bashkia e qytetit ka ndërmarrë këto masa konkrete. Së pari ka shpallur zhvillimin e turizmit si prioritet ekonomik. Së dyti ka ulur taksat dhe i ka bërë zero në zonën muzeale historike për t'ju shërbyer, sepse ne kemi filozofin e vitalizimit përmes frymës së njeriut të ngrehinave monument kulture dhe të pazarit karakteristik. Nuk mund të ekzistojë një ngrehin monument kulture pa pasur njeriu brenda, pa pasur kujdesjen, frymën, dashurinë e njeriut brenda këtyre ngrehinave. Nga ana e vet, Bashkia e qytetit ka rikthyer në zonën muzeale historike të gjitha institucionet që janë në varësi të saj. Ndërmarrjen e ujësjellësit, ndërmarrjen komunale, disa zyra të shërbimeve civile, të shërbimeve publike, dhe kjo është bërë me synimin e vetëm për ta rivitalizuar, për rigjallërimin e zonës muzeale historike. Nga ana tjetër ne kemi lobuar dhe lobojmë me fondacione vendase dhe të huaja për të sjellë investime në zonën muzeale historike. Kemi realizuar rikonstruksionin dhe rehabilitimin e pazarit karakteristik. Në projektet e ardhshme, bashkia ka disa plane
mjaft ambicioze për qytetin. Aktualisht Bashkia e Gjirokastrës ka fituar 3 projekte IPA të Bashkimit Evropian, në 2 prej të cilave është lidere. Projektet kanë në fokus të tyre teknologji në funksion të turizmit. Që do të thotë që për herë të parë Bashkia e Gjirokastrës do të digitalizojë monumentet e kulturës, do të ketë gujit turistike në celular, do të ketë internet falas në të gjitha pikat dhe sheshet e zonës tampon muzeale historike për vizitorët vendas dhe të huaj, do të ketë një paket për turistat vendas dhe të huaj, do të ketë një qendër të informacionit turistik moderne dhe në funksion të turizmit, do të restauroj dhe rehabilitoj 2 nga muzeumet, Muzeun e Luftës së Ftohtë dhe Muzeun Etnografik. Pra, këto projekte janë në funksion të turizmit, janë në funksion pikërisht të shërbimit turistik që ne po përpiqemi të promovojmë dhe të mbështesim sa më fort. Nga ana tjetër, ne kemi kryer një varg aktivitetesh dhe mbështetje direkte dhe financiare dhe me asistencë teknike të shumë nga qytetarëve të cilët kanë marrë përsipër turizmin familjar. Janë disa nga shtëpitë karakteristike në qytetin e Gjirokastrës që po e promovojnë turizmin familjar. Turizmi familjar sjell të ardhura dhe është një nga fushat ku ekonomia e Gjirokastrës do të eci dhe do të lulëzojë. Gjirokastra nuk mund të vazhdoj me psikikën, mentalitetin dhe mënyrën ekonomike të viteve të mëparshme, kur ajo duhet të prodhonte me uzina, me fabrika e tjera. Tashmë ajo e ka fokusin e saj ku duhet të heci dhe kanalizohet ekonomia e saj, është pikërisht turizmi. Në 15 korrik të vitit 2005, Gjirokastra u regjistrua si pasuri e trashëgimisë kulturore botërore në UNESCO, kohë që do të shënonte edhe rimëkëmjen në vlerave të saj më të mëdha dhe përpjekjeve për ta shpëtuar rënimin e qytetit. Kjo është një dëshmi e jashtëzakonshme e pranimit dhe evidentimit të larmisë së shoqërisë urbane në Ballkan dhe mënyrës së pandryshueshme të jetesës, gjë e cila pothuajse është zhdukur në ditët e sotme.